Sheqishtja. Diku këtu shtrihej këneta e sheqit, i cili ndodhej përgjatë pregut jugor të lumit Seman, nga i cili furnizohej edhe me ujë dhe vazhdonte mëtej deri në Sheqisht dhe Marinës, duke krijuar një liçen të madh. Por pas bonifikimit të kryer në vitet 1960, gjithçka ndryshoi. Të gjithë këto fshatra të kësaj ultësire morën një pamje të re. Duke udhëtuar përgjatë rrugës së re që lidh Fierin me Prashërin, Sheqishtën dhe Marinzën, duke në arat e mbjella dhe objektet e ndërtuara në këtë truall që dikur mbulohej nga uji. Në këtë territor ndodhen një sër fshatrash si Prashëri, Sheqishtja, Marinza, Novosela, Verbasi, Zharza, Belina e Jagodina. Dikur arteria e vetme e komunikimit me to ishte rruga automobilistike Fier-Berat, e cila i binte anash kënetës së madhe, që në vetvete përbëhej nga këneta e Sheqit, Sheqishtës, Marinzës, Roskovecit dhe Strumit. Sipas të dhënave historike, dokumenteve të shkruara e disa fragmenteve të studimeve arkeologjike mbi këtë zonë, dëshmojnë se këtu kalonte një degë antike e rrugës Egnatja, gjurmë të së cilës më konkretisht arkeologët i kanë gjetur dhe në zonën e Verbasit, Zharzës, Roskovecit, Strumit dhe Belinës. Gjurmë dhe objekte të tilla janë gjetur në Novosel, Verbas, Marinës, Roskovec, ku nuk mungojnë vloqe gurësh, tuba qeramike, keramik e të tjera. Këto fakte tregojnë se jeta këtu ka nisur që nga antikiteti dhe ka vazhduar pa ndërprerje deri në ditët tonë. Dhe ja disa fakte interesante marrë nga një dokument historik i një kohe të mëvonshme. Sipas regjistrit turk të vitit 1846, shohim se Sheqishtja ka 54 shtëpi, Strumi 44, Belina 18, Jagodina 40, Marinza 33, Roskoveci 15, Novosela 24, ndërsa Fieri, qyteti ynë, që sot është qendra e rrethit dhe e qarkut, nuk ka patur më shumë se 13 shtëpi.